ndër të tjera, edhe për gjëra që kishin të bënin me tarifat, që presidenti Trump i vuri kryesisht Kinës, që është një nga klientët më të mëdhenj të Elon Muskut, të veturave të tij në Londër. E para, dhe e dyta, a është edhe ndërprerja, sikur se presidenti thanë, ndërprerja e subvencioneve federale, pra nëse Endri Gjafo donte të merrte një makinë elektrike, qoftë kjo Tesla, një makinë tjetër, Ford e tjera, po Tesla është pioneri dhe më i madhi shitës në Amerikë i makinave elektrike. Nëse donte të blende një makinë elektrike, subvencionohej deri në $7.000 nga shteti për blerjen e saj. Pyetja është këto dy element që e preknin drejt për drejt Elon Muskun, ishin këto argumenti i vërtet për te borxhit, urit borxhi, sul borxhi? Natyrisht që argumentat janë të shumë, po të shikosh edhe analizat e specializuara që bëhen edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ekspert të mirëfill të marrëdhënieve politike dhe përgjithsisht gjithë ligjeve të qeverisjes, arrihet një konkluzion i përgjithshëm këto ditë që ishte një bashkëpunim, për mos thënë miqësi, shumë e ngushtë e krijuar në një kohë të shkurtër dhe pa një bazë ideologjike ose bazë programore midis një figure politike siç ishte presidenti Trump edhe njeriu më të pasur të botës ose e i dyti apo i treti, po tani është dhe më i pasur i botës që vizionin e vetë kishte vizionin e një biznesmeni shumë suksesshëm, vizionar, që kishte arritur diçka shumë. Dhe në fakt, ky Elon Musku, deri para disa vitesh, ishte një nga mbështetësit kryesor Partisë Demokrate në Amerikë. Dhe pasaj krejt papritur si thosh, inamorua me Donald Trumpin dhe me programin e tij dhe u bë mbështetësi dhe financuesi kryesor edhe i fushatës. Por se dhe Trumpi nga demokratët po të analizosh. Ka shprehje publike të Trumpit që unë kam kohë që jam në treg. Po bra. Dhe ekonomia ka ecur më mirë kur kanë qenë demokratët në pushtet. Në intervistat e tij të hershme. Tani atribon çdo gjë presidentës Biden të gjithë mos sukses ose dështimet. Po nga kjo pikpamje afrimi ishte pak i panatyrshëm për logjikën politike. Sepse dhe po ta shikosh dhe tani konsiderohet edhe në media si prishja e madhe nëpërmjet Twitterit. Pra, këta s'kan pas asnjë debat, asnjë problem ideologjik, kanë shkëmbyer disa mesazhe shumë të rënda për njëri tjetrin, janë tërhequr në disa raste me shpresje mund, por në thelb ka diçka që ka ndodhur. Dhe kjo fillon ajo që duket, pra një vendim i fundit për reduktimin e taksave, për ndryshuar disa gjëra që prekin direkt edhe filozofinë e punës së Elon Muskut, edhe qëllimin madhor për të reduktuar shpenzimet publike, por që shkojnë shumë përtej se kësaj, sepse prekin gjithë politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presidentin Trump për borxhin publik, për mbrojtjen e dollarit, për deficitin buxhetor dhe përgjithsisht për marrëdhëniet tregtare. Dhe në këtë mes, problemi doli direkt edhe ju thatë ke subvencionet. Edhe këtu është një problem, falënderim për të diskutuar, sepse vetë Elon Musk në një intervistë të para 2-3 vitesh ishte kundërshtar total i çdo lloji subvencioni në ekonominë amerikane, edhe për naftën, edhe për gazin, edhe për makinat edhe me radhë. Tani në subvencione, Tesla kishte një goxha subvencion që amerikanët të nxiteshin të blinin makinat Tesla. Bile vetë presidenti Trump e bleu në mënyrë publike, paraqiti edhe para shtëpisë bardhë Teslën. Të cilën do ta shesi tani sipas fjalëve të vetë stafit. Një mesazh. Pra, kjo që ka ndodhur në këto përmasa kaq të larta të qeverisjes në Shtetet e Bashkuara midis dy njerëzve është shumë më e madhe se sa thjesht disa element që kanë të bëjnë edhe me Teslën, që kanë të bëjnë edhe me pamundësinë e shkurtimit shpenzimeve dhe reduktimit borxhit, dhe natyrisht preket edhe politika tregtare, sepse me ato që po ndodhin tani në Amerikë, qoftë si pasojë afat shkurtra, shumë biznese nga më të mëdha dhe më të zhvilluar dhe vetë Tesla po gjenden në vështirësi të mëdha për rritjen e kostos, për rritjen e inflacionit. Unë duhet të vetëm një saksim, është vërtet që janë pezulluar subvencionet për makinat elektrike, por janë vendosur subvencionet të reja për gjithë makinat që prodhohen në Amerikë. Pra,
për gjithë kënd që dëshiron të blejë një makinë në Amerikë, do të ketë subvencion të normës interesit. Kështu që në fakt, ai që jepte deri në $10.000 që ja jepte subvencion vetëm për makinat elektrike, tani e jep për gjithë makinat që prodhohen në Amerikë në një formë tjetër. Kështu që nuk mund të jetë ky argumenti, domethënë, është shumë i vogël për që një argument. Është një mënyrë për ta goditur. Shikon, në qoftë se jep përsëri subvencion është. Shiko, e para në raport me subvencionet, Pak fjalën. Do ta çoj në kënd tjetër. Më mirë që ta diversifikojmë. Në raport me subvencionet, edhe Elon Musk ka qenë dakord për heqjen e subvencioneve, veçanërisht me një argument, i cili thotë që e mirë është heqjen subvencionet fare për gjitha makinat elektrike, sepse unë me Teslën time kap treg më shumë qose nuk kanë kundërshtar të mi subvencione, sepse kam një produkt më të mirë. Kështu që nuk është për te subvencione. Kjo që them unë nuk është subvencion, i drejt për drejt, se subvencioni është kur jep një thes me para firmës për ta bërë. Do futemi prapë te ekonomia se kam shumë kjo është mënyrë indirekte, po. Ja tash, ta respektojmë kolegun. Nuk ju kam marrë për kolor, ju kam marrë se kam shumë kuriozitet, sepse ju e keni parasysh në Amerika flitet shumë që është një vend oligarkik dhe kam ca pyetje që kanë bën shumë me ekonominë. Atëherë do ta shoh tek natyra e pushtetit. Të bëj pyetjen unë apo? Okej, dakor. Okej. Pyetja që kam është Bill Ackman, që është një miliarder, u tha tentoj. se tash janë bërë këta, domethënë si adoleshentët, shkruajnë në rrjetet sociale dhe i thonë i bëjnë thirrje njëri tjetrit, kupton ose shahen me njëri tjetrin. I tha, kur jemi bashkë jemi më mirë. Dikush nga të pranishmi tha, nuk është se ishte në një bashkim ideologjik. Elon Musk, ishte bashkim interesi, Elon Musk me Trump. Madje, po të kthehemi mbrapa në kohë, Elon Musku i dha mbështetje publike mbas atentatit të dështuar në Pensilvani. Aty doli dhe i dha mbështetje të... Pyetja që kam është, ky lloj ndarje mund t'japi pasoja për në 2028-ën? Në qoftë se ndarja do vazhdojë, se ndarja mund mos vazhdojë. 2026-ën, dakor, 2026. Vjen që vjen zgjedhje mes mandatit. Zgjedhje mes mandatit ku ky kryetari i dhomës përfaqësuesve kishte thënë që nëse ata kontrollojnë dhomën, gjëja e parë që do bëjnë do kërkojnë impeachment e presidentit Trump. Pra kemi 2026. Para do bllokojnë gjithë reformat. Pra, sigurisht zgjedhjet që vinë vitin tjetër janë decisive. Gjykata po. Në qoftë se konflikti Trump-Musk do vazhdojë, Mike Johnson po, kongresmeni i Luizianës. Në qoftë se do vazhdojë kjo ndarje, padyshim që do ketë pasoja të dukshme në zgjedhjet që vinë. Unë mendoj që edhe po të mos vazhdojë ndarja, pra do ketë pasoja sepse u bë një lloj dëmi. Po unë do të them gjë tjetër që e para ndarja ka ndodhur, po mund të rekuperohet. Besoj që do rekuperohet, sepse të dy kanë nevojë të madhe për njëri tjetrin. Askush prej atyre dy nuk mund ta tolerojë dot humbin e njëri tjetrit. Që në kryet herës, në këto muaj, ka qenë qartë që edhe Musk ka nevojë për Trump dhe Trump ka nevojë për Musk. Sepse janë dy... Mund të ribashkohen, por kredibiliteti publik nuk kthehet më. Jo, po gjithsesi, Donald Trump është njëri që nuk e ka problem ti tërheqet dhe ti haj fjalët dhe të kthehet paqëllisht, nuk ka problem. Janë votuesit? Unë du ta shoh një kënd tjetër këtë ndarje dhe besoj ka kuptim edhe në këtë sens, është natyra e pushtetit që prodhoi këtë konflikt. Një nga të rëndësishmët me që kanë nxjerrë bota deri sot sipas mendimit tim, Bertrand de Juvenal thotë që pushteti ka vetëm një natyrë. Të rritet dhe të rritet në dëm të pushtetit të tjera. Që pushteti nuk rritet, do thotë që ai do fillojë të rrullet, do fillojë të dobësohet dhe në një kohë caktuar do fillojë të bjerë. Kështu që aty kishte dy pole pushteti. Presidenti Trump një pol pushteti dhe Elon Musk një pol pushteti dhe ishte aq i madh pushteti Elon Musk ditët e para, saqë shumë njerëz po thonin që ky është presidenti Musk, në fakt, jo presidenti Trump. Deri këtu u arrit të flitë. Nxori revista Time në karrikën e presidentit. Eksakt. Edhe po ishte edhe synim për të ta mbaroj, pra mendoj që është ky lloj konflikti brenda natyrës së pushtetit. Për shkuar pak më tej, ky është një konflikt faktikisht nga mënyra si qeverisë presidenti Trump. Pra, mënyra si presidenti Trump e ekzekuton pushtetin, pra natyra e pushtetit presidenti Trump. Ky është një njeri që e ushtron pushtetin si president më parë ose të paktën si presidenti Andrew Jackson në vitin 1820. Nuk ka njohur SBA-n president si ky që ta ushtronin këtë mënyrë, pra në mënyrë gati autoritariste. Ky ka urdhëruar para 2 ditësh gardë kombëtare të shkojnë në Kaliforni në Los Angeles. Do ta prekim në pjesën e dytë. Ose do ta prekim pak në pjesën e dytë. Është një president që qeverisë në limitet të kushtetueshmërisë. Në mos në antikushtetueshmëri të plot, por shumë raste. Ky ka revokuar apo rivendikuar ligjet i 1738-s për të përzënë migrantët. Ky ka përzënë migrantë janë me dokumenta amerikane nga SBA-ja. Ky ka dërguar migrantë në burgjet e Salvadorit. Pra, ka një ai që u dërgua gabimisht erdhi para ca ditësh. Erdhi por Trump nuk donte që të kthehej, por është një histori tjetër. Do të them që natyra e ushtimit presidentit e pushtetit të presidentit Trump është e tillë që
do përplasim me sekretarin e Dodge ose me Elon Musk. Pra besoj që është konflikt pushteti mërna natyrës e një pushteti që ushtrohet në mënyrë autoritarisht. Kjo, më falë, jo, të ky debat, po mos të ikim këti Në shkenca politike në të paktën, kështu e kemi mësuar dhe kështu për vijin të studentëve, ka 3 shkaqe themelore, ka 3 shkaqe për një fenomen politik ose një fenomen edhe social. Shkaqet fundore, shkaqet ndërmjetët dhe shkaqe të thella. Shkaku fundore është kjo puna e propozime për buxhetin e vitit që vjen. Shkaqet të ndërmjetme janë natyra e pushtetit brenda qeverisë Trump. Dhe shkaku i thellë është mënyra si ushtron Trump atë pushtetin. Pra, është autoritarizmi shkaku themelor, shkaku ndërmjetëm është konflikti midis Musk dhe Trump, midis Musk dhe Rubio, midis Musk dhe të tjerë, sepse duhet dim diçka që edhe me sekretarin Rubio ka patur një konflikt, por edhe me në punës të tjerë të administratës ka patur konflikte. Masku. Kjo ka pas me të gjithë. Masku ka pasur me të gjithë. Sekretarin e Thesarit Basen ka pasur madje edhe shkaku i thellë mendoj është mënyra autoritariste e ushtrimit të pushtetit nga presidenti Trump. Shkaku i ndërmjetëm konflikti i brendshëm dhe shkaku fundor është kjo puna e paketës propozime buxhetore. Nazarko, mentor Nazarko, ka një shprehje të bukur, ta hapin filharmonikën. Ta hapin filharmonikën, po duhet mbetemi pak tek pjesa politike e marrëdhënies midis një biznesmeni dhe një presidenti dhe pastaj e hapim dhe do ta përfundojmë me atë që e nisëm. Kështu që pa merak, kam një pyetje. Pavarësisht fitim se si e ushtron autoritarist ose jo presidenti Trump pushtetin. Pyetja që kam është për ty, ky sherr ishte mes 2 antarëve të kabinetit ku njëri nuk pranoi autoritetin ose vendimarrjen e qeverisë dhe doli nga qeveria, apo është njeriu i cili thotë unë të kam dhënë ty kaq lek për të të bërë ty president? Pra është marrëdhënia e oligarkut? Që tani po ja kujton. Është marrëdhënia tipike e oligarkut me pushtetarin e lart politik. Edhe oligarku e humb gjithmonë betejën. Atëherë kam një pyetje. Deri më sot kemi thënë dhe jemi mësuar të themi kukullat e Washingtonit që i lëviz Soros, i lëviz ky. Mos vallë presidenti Trump po tregon që pavarësisht sa miliarda apo se sa lek mund të ketë Bill Ackman e tjerë, kur vjen puna i përsëri, qoftë edhe për shkak se është mandati i fundit me kushtetut dhe nuk ka në mend të kërkoj përsëri një vot tjetër të elektoratit, pra nuk do kishte nevojë për paratë e tyre etj. Ai tani po luan paksa si Nixoni, se dhe Nixoni kur i than kujtohu kush të vuri president, tha populli amerikan me votat e veta. Sigurisht që Baja ka shumë pole që ndikojnë pushtetin. Ka një teori të Roald Dahlit mbi poliarkin. Pra ka shumë qena pushteti që përpiqen të prodhojnë pushtetin e madh. Por kur ndonjëherë as presidenti Biden, as presidenti Trump, as presidenti Obama, as presidenti Clinton, as presidenti Bush, Reagan me radhë, nuk ka patur në administratë njëri kaq të fuqishëm sa Elon Musk, dhe nuk ka qenë kur njëri si Elon Musk që të ketë të lloj influencë në pushtet asnjëherë. Madje Elon Musk mori sharrën në dorë. Pra bëri spastrime, shkoi në zyrat e qeverisë, shkoi edhe në Pentagon. Pra shkoj, kë nuk është gjuar ndonjëherë, kështu që unë besoj që ky pushtet i erdhi papritur sepse ai u bë njeriu më i pasur në botë për shkak parave, apo sepse bleu Twitterin dhe përdori influencën që i jep media Twitter, rrjeti social Twitter, për të